Daert Mera, përshëndetje doktor. Më 17 prill, ndërkohë që protestohej në bulevard, në zona të tjera të Tiranës, jeta vazhdonte normalisht. Familje, lokale, shëtitje, pazare. A nuk tregon kjo se protesta nuk po arrin të prekë të gjithë qytetin dhe se duhet menduar një mënyrë më e gjerë për ta përfshirë Tiranën? Spari i dashur mik, mendoj se duhet të shtrojmë pyetjen. Si ka mundësi që edhe si ka mundësi që Edi Rama për herë të parë të mbyll drejtësinë, pastaj Mehmet Tahiri, më falni, është hera e dytë, të mos lejoj drejtësinë të arrestoj për afera që shkojnë sipas dosjes 1.2 miliardë euro. Si ka mundësi që qytetari shqiptar, ai që ulet në kafe dhe ai që marr dyqanin hapur, të mos protestoj por rritjen stratosferike të çmimit të naftës? Si ka mundësi që qytetari shqiptar të mos protestoj kur ndigjon se prej 2 muaj rresht raport jashtëzakonisht i rëndësishëm nuk votohet në Bashkimin Evropian për Shqipërinë? Si ka mundësi kur partnerët tanë ndërkombëtar dënojnë veprimin e Edi Rams dhe ai nuk pyet, por mbron mbi ballukun? Si ka mundësi që sipërmarrja që është quajtur kopshti privat i Edi Rams, që është një agjenci shtetërore, tjetë e para në historinë e këtij vendi që merr peng biznesmen dhe njerëz? Ju pyesun ju, a janë këto motive që për çdo qytetar që të revoltohet? Po. Ju mund të thoni, këto janë, po këta s'kan besim tek Partia Demokratike. Ata që s'kan besim tek Partia Demokratike mund të derdhen vetë në rrugë, siç ndodh prore. Po ata nuk derdhen në rrugë. Ata që s'kan besim tek Partia Demokratike mund të ndiqin protestën e shoqërisë civile. Si ishte e partisë? U mblodhën 10 vetë, çfarë tregon kjo, i dashur mik? Kjo tregon shkallën e tmerrshme të frikës që kanë njerëzit. Dhe ju nuk e realizoni këtë. Kjo shumicë e heshtur është shumicë e friksuar, gjerë në palc. E friksuar sepse ku mbet vendin e punës, e friksuar sepse i mbyllin dyqanin. Do t'jap një shembull. E kam dhënë disa herë, po ja prapë për ju. 4 javë më parë në Beograd u arrestuan 3 shqiptarë. 4 shqiptarë, sepse njëri prej tyre kishte postuar në Facebook flamurin autoktonus, flamurin me portrete i Spaj Qemalit dhe Isa Boletinit, dhe kishte thënë disa fjalë jo të mira për Serbinë. Policia e kontrollit të medjeve sociale e dikton dhe shkojnë dhe arrestojnë në hotel. Po mos harro se të nesërmen në Shqipëri ka ndodhur ky episod. Në lagjen e Astir, deputeti Klevis Balliu po shpërndante fletpalosjet për protestën.
një nga ato që merr dhe një vajzë re, merr flet palosjen. Dhe ajo bën një foto me Klevisin, me deputetin, të cilën Klevis e hedh në Facebook. Dhe darkë, Klevisit i troket dera. Hap derë, shef ishte kjo vajza. I thot deputet, të lutëm, thot, në hiq pak. Atë foto se i ka shku mami tek puna, me foto, patronazhistët, dhe i kanë thënë që ja kush është vajza jote, po merr atë, dhe ose të heq, me një fjalë. Vajza e kërkon të heq. Prandaj duhet të thellohesh pak më shumë në realitetin që jetojnë shqiptarët. Ka një moment. Unë kam memorie. Me datën 9 dhjetor, nuk e harroj, kur? 24 orë. Tek studentët nuk ka shkel njeri. Kemi qenë 2 vetë dhe studentët. Jo se nuk e dini. Jo, e dini. Tirana guzhinte. Por kishin frikë. Ndaj dhe mendoj se duhet respekti më i madh për ata guzimtar që dalën e përballën aty. Dhe që duan të damkosin si proteste Partisë Demokratike. A është proteste shqiptarëve të guzimshëm. Në mbrojtjen më jetike të interesave të shqiptarëve. Prandaj dhe të bëjmë gjithçka që të vrasim frikën tek njerëzit. Të bëjmë gjithçka për të bindë ata se heshtja është aleati më i çmuar i regjimit. Heshtja është mbështetja më e madhe që mund të jepet atyre. Faleminderit. Ali Musaraj Vlorë.